Në masa të repte sigurie, portugezi Ruben Saraiva u shoqërua në gjykat për gjyqin ndaj vrasjes për gjakmarrje të biznesmenit Ardian Nikulaj. Për vrasjen e ndodhur më 19 prill 2023 brenda hotelit të Nikulajt në Shëngjin, Saraiva u përball për herë të parë me një pjesë të dëshmitarëve të thirrur nga prokuroria në procesin penal që po zhvillohet ndaj tij në gjykatën e Lezhës. Në një seancë maraton që zgjati disa orë, dëshmuan kamerieri i lokalit ku ndodhi ngjarja, banakjeri dhe disa dëshmitarë të tjerë që ndodheshin në vend ngjarje. Mbrojtësi i tij Kujtim Cakrani tha se dëshmit nuk provojnë se Saraiva është autori i vrasjes. Ne po i pyesim ata, jo të gjithë kanë dieni për rrethanat e faktit, sepse kanë dieni në mënyrë tërthort. Kemi pyetur personat që kanë qenë aty në atë moment, siç janë kamarieri apo banakjeri i restorantit ku i të ndjeri tashmë. Nuk është se ka ndonjë diçka të re, ata thjesht japin rrethana krejt anësore pa jo në shërbim të procesit dhe të zbardhjes të rrethanave të ngjarjes. Ben Saraiva pretendon, ashtu siç në momentin e parë pretendon se nuk jam unë autori i kësaj ngjarje. Prokuroria ka ngritur ndaj Saraivës akuzat vrasje për gjakmarrje dhe prodhim me mbajtje pa leje të armëve luftarake. Portugezi aktualisht është i vetmi që po gjykohet për ngjarjen, ndërkohë 4 britanik të dyshuar si bashkëpunëtor dhe shqiptari si porositës e Dmond Haxhia ndodhen ende në Britaninë e Madhe në pritje të vendimit për ekstradim. Sipas hetimeve, vrasja e Ardian Nikulajt dyshohet të jetë kryer për motive gjakmarrjeje mes familjes së Nikulajt dhe fisit Lex Takaj, konflikt që ka prodhuar disa viktima ndër vite.